zgjedhjet, po unë po shkoj në parlament, po ndjek, po zë çdo hapësirë institucionale. Si do ishte situata dhe klima politike në Shqipëri në rast se PD-ja do t'i rrinte te dera Edi Ramës? Çdo ditë, sa ai duhet t'i rrihet te dera, dhe i thuhet o përsërit zgjedhjet o largo. Ka provuar në të shkuarën këtë? Nuk ka provuar në të shkuarën. Nëse dikush të vjedh Andrea, të fut dorën në xhep, çfarë bën? Reagon? Apo shko dhe rri me të? Se kjo s'ka kuptim. Pra, në qoftë se Edi Rama është hajduti i zgjedhjeve në Shqipëri, Partia Demokratike ka detyrë morale të shkojë dhe të kërkojë përsëritjen e 11 majit. Se nuk mund të njoh legitimitetin e një qeverie të dalë nga zgjedhjet e vjedhura. Kjo është aja, alfa. Së dyti, Partia Demokratike duhet futet në një proces thellë politik për gjetur konsensusin me veten e vet, në mënyrë që gjithë elementet më të mirë të saj dhe ca rregulla loje të bëhet e përshtatshme për shoqërinë shqiptare. Njerëzit nuk mund ta shikojnë një lloj edhe opozitën edhe qeverinë. Për këtë